Vazhdojmë tani me pregaditjen. Fillimisht njën më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 3 vezë të plota. Gjithmonë kur pregadit një ëmbëlsira, sigurohuni që vezët t'i keni në ambient dhume. Masat për këtë ëmbëlsirë zakonisht bëhen me gota. Ashtu më ka mësuar nëna ime dhe unë gjithmonë e pregadis ashtu. Gota, cilën po e përdorun është 250 ml, do ta mbushim plot me sheqer. E më e mira e kësaj recete është se nuk kemi nevojë fare për miksirin, përzierjen e bëjmë vetëm me dorë. Vazhdojmë një herë i përzijmë vetëm vezët edhe sheqerin. Tani vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin. Edhe qumësht shtojmë në të njëjtën sasi, një gotë 250 ml. Që ta shtojmë vajin, vaj do të shtojmë një gotë çaj. Gota e çajit që po e përdorun është 150 ml, ndërsa ne në recetë kemi nevojë për 120 ml. Kam lënë kështu një gisht më pak. Vazhdojmë të e shtojmë brenda. Përzijemi edhe një herë para se ta shtojmë mielin. Vazhdojmë dhe e shtojmë mielin. Njëjtë edhe miell do të kemi nevojë për një gotë 250 ml plot me miell. Vazhdojmë e shtojmë tani tek kena. Vazhdojmë që të shtojmë tani brenda tek brumi 4 lugë gjelle me kakao. Shtojmë një pako pluhur për pjekje, miell sheqer dhe përzijemi edhe një herë të fundit derisa të gjitha produktet na lidhen dhe të na bëhen bashkë dhe brumin e ëmbëlsirës e kemi gati për pjekje. Tani marrim një tepsi me dimensione mesatare. Shtojmë poshtë pak vaj dhe vazhdojmë të ta hedhim këtu brumin. Vazhdojmë tani brumin që ta pjekim në furrë të parangruhur në 200 gradë, diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë që brumi pjeket, ne vazhdojmë dhe e përgatisim sherbetin prej çokoladë. Vazhdojmë dhe e bëjmë gati tani sherbetin. Në një tenxhere do të shtojmë një gotë 250 ml me qumësht. Shtojmë të qumshti 7 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë shtojmë edhe 120 ml tjera me vaj. Shtojmë tek sherbeti edhe 4 lugë gjelle tjera me kakao. Përzijemi mirë dhe e vendosim në zjarr mesatar derisa sherbeti të nxehet, pra nuk duhet që të na vlon. Sa po të shohim që ka filluar që të nxehet, e largojmë më njëherë nga zjarri. Brumi është pjekur, e kemi gati, lejojmë që të ftofet, dikom afërsisht 5 minuta, pastaj vazhdojmë dhe e shtojmë sherbetin. Dhe tani që është ftofur, dikom afërsisht 5 minuta ëmbëlsira, vazhdojmë që ta shtojmë sipër sherbetin e çokoladës të vakët. E mbulojmë të ëmbëlsirën me sherbet. Lejojmë që ëmbëlsira të ftofet dhe të pushojë, diku për afërsisht 30 minuta. Është mirë që të lejoni të pushojnë në frigorifer, ta tërheqë tërë sherbetin dhe të vazhdojmë të sherbejmë. Pasi ka pushuar mirë ëmbëlsira, vazhdojmë që ta dekorojmë sipër. Unë po shtoj pak kokos. Mund shtoni gjithçka sipas shijeve të juaja.